Kur themi na infrashni, themi Shqipëria! 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 Aty fillon Shqipëria, kene infrashi, i cili me penën e ti, me prozën e ti dhe me poezin e ti, griti pesh të gjithë popullin shqiptarë, të gjithë nga ishit nga sishit që flisi Shqip. Kur femë frashallitë, mendoj Shqipërinë. Ta ja Shqipëria! Njeri u praktik që vazhdoj veprën e frashallive, ishte Alipash Tepenera, i cili formoi shtetin e parë shqiptar. Nga Shkubini dhe Vjosa, nga Adriatiku, deri në kufijtë e Stambollit, është Shqipëria, deri Prevez, edhe në Shkopë, edhe në Malnezi, është Shqipëria, tha Alipash Tepenera. Dhe kështu, a i formoi shtetin e parë shqiptare, u hodhë themenet e Shqipërisë, themenet e popullit tonë. Por, thash, keq kuptimi është që sikur ai këtë sundim e krijoi në kundërvënie, në kundërshtim me Portën Otomane. Që nuk është e vërtet. Po nuk është e vërtet, sepse ai kishte një marrëveshje paqeje me Portën, të cilën ai e mbante gjallë me shuma të rregullta, me bakshishet e tij të majme, jo vetëm për sultanin, por dhe për njerëzit e oborrit që ishin me shumë ndikim. Deri dhe për berberin e sultanit. Ai kishte bakshishe të rregullta. Pra, Alipasha dërgonte bakshishe të rregullta për gjithë rrethin e njerëzve të sultanit, përfshi edhe berberin e tij. Vetë mreti më ka dhënë emrin berber personal. Nuk ka për t'i thonë atij, por mret, këto luftarët e tu i kanë ardhur prej larg. Prej larg mo, e në duan me taku. Bravo. Po të ku gjeni ma? Në emër të gjithë partisë. Në emër dhe të gjithë shokëve. Zotë Fshus, po s'kam atë, jeni në grad, ka është me Ju përshëndes me zjarë nga zëmra gjithë juve. Kam dashur shumë, thoni juve, qubër. Se ku do të në Ameriku s'dua kur të vete. U kam 6 kurshurinj, porojnë me ilaçe, nga që janë çmendur. Shkrimtari i gojë thotë se juve, ka i dini juve të rinjtë. Ju e flutroni me falë me presh në bytë. E lërë ta marrë që janë të lejuara këto fjale. Shkrimtari i gojë thotë, kënaqësia është jetosh, po me madhe akoma kënaqësia është mbjetosh. Neve jemi mësuar me mbjetes, ku do të veshti? Po mirë. Po ku të vesh në stratosferë? S'më bjera dha mua dhe unë kënaqem këtu. Jam shumë i kënaqur i lumtur. Po ka tjerë që s'janë të kënaqur. Cili se që ai Dembeli, ai që është në 10-15 janë në klub që pinë, ku i gjenë që pinë? Unë punoj, jam i nështruar 2 atje, 1 atje, 3. Bravo të qovë, po të tjere se ben këshu. Po lërë ta ben o tjere, mos pinë droge. Juve të rinjë të që tem që edhe unë kam fëmijë. Ja futni me drogë, juve jo duket fush me lule gjeja. Shumë mirë. Bravo, ja kështu t'ju thoni dhe atyre nga do të vini. Ne jemi të kënaqur. Kthehemi mbrapa.